lufta e pandalur për të tharë burimet e thirrjes islame. Për shembull, të ne këtu në Maqedoni e kemi problemin e medresesë Isa Beut. Mos mendoni se është e rastishme problemi i regjistrimit të shkollës së mesme fetare Isa Beut në regjistrin e shkollave të mesme të Ministrisë së Arsimit në këtë shtet. Ajo që e quajnë kështu në gjuhë popullore akreditimin e medresës. Nuk është e rastishme. Ajo është orvatje për të tharë burimet e thirrjes islame. Se ata medresant, me gjithë se medrese nuk marrin, ndoshta shumë dije fetare. Po me aq sa marrin, ata mund me shërby shumë xhamia në shumë fshatra. Edhe normalisht, ata nëpërmes kësaj mundohen të thajnë burimet e thirrjes islame. Pengesa për të vazhduar shkollimin në shtetet e ndryshme të botës islame. E njëjta situatë. Sepse thirrjen islame e zhvillojnë individet e përgatitur me dije dhe kulturë islame. Mungesa e tyre do të shkakton me automatizëm mungesën e thirrjes islame. Merr në shembull Strugën. Për shkak të mungesës së xhallarëve të kaluarën, niveli fetarisë ka rënë me automatizëm. Edhe kjo është ajo që ne nuk e kuptojmë pse ne duhet me përkrah medresen e kësaj. Pse na duhet me boshmos që ajo të gëzon të gjitha të drejtat që i gëzojnë të gjitha shkollat tjera. Pse ne duhet të luftojmë duke filluar që nga kreu i Bashkisë Islame deri te besimtari më i thjeshtë. Se është luftë kundër Islamit. Ani pse merr forma juridike, kushtetutare, do thot legjislacion, ministri, ato janë forma, më realiteti është kjo, bërthama është kjo. Se nëpërmes paksimit të numrit të hoxhallarëve me automatizëm paksohet kontributi dhe shërbimi i Islamit. Komunizmi ka bërë këtë punë. Njëri prej antari komisionit që ka qenë për themelimin e medreseut të Isa Beut, tregonte para një muaji në takim spontan, tha pushteti komunist në atë kohë, sepse në 1984 në shap medreseja Isa Beut, përgatitit kanë filluar më herët, thot, ne si Komisioni i Bashkisë Islame, kur u takuam me përgjegjësit e pushtetit komunist në atë kohë, çka ju duhet juve medrese ka që madhe? Sa xhamia i keni? Sa vite duhet për të prodhuar imam aq? Edhe andaj ti ke drejt me hap vetëm një klasë, një paralele, edhe atë do hapësh 10 vite, do i prodhosh 200 hoxhallar edhe do i mbyllësh. Kështu ishin mohabetet e tyre. E ne mundoheshim t'i bindim ata se, po jo gjithë që vinë, ata edhe vazhdojnë për hoxhallar. Jo gjithë që vinë edhe vazhdojnë, domethënë e kryejnë medresen. Edhe kjo ka ndodhur, realisht unë jam gjenerat e 4 të medresesë së Isa Beut, Hoxha Feridi dhe këtu disa xhallarë Strugës kanë qenë gjenerat e parë dhe e dytë edhe e tretë para nesh. Mirë, po gjithë janë bërë hoxhallar. Edhe andaj tha na u them atyve se jo të gjithë bëhen hoxhallar dhe kemi nevojë për 2 paralele minimum. Edhe normalisht fillojnë të 84-ën, erdhi ndryshimi i sistemit politik në 91-ën dhe vazhdoi medreseja derisa tash para disa viteve t'i kthehet problemi i njëjtë me akreditimin dhe të bie numri i nxënësve që mësojnë në medrese për 100 e kusur nxënësve si gjenerat në 10 nxënës. Edhe normalisht kjo është një performa. Andaj tharja e burimeve të thirrjes islame është strategji e menduar mirë për të larguar musliman nga identiteti tyre fetar dhe për të lajthitur rinin muslimane nga parimet e besimit islam.